Përshëndetje nga unë, Margarita. Uroj që sot t'jeni ngritur me energji pozitive dhe të keni një ditë plot me mbarësi. Ju falenderoj në radh parë që jeni sot këtu në live me mua dhe do doja të bëja një pyetje. Çfarë ka më shumë rëndësi për ju në këtë periudhë të jetës? Paqja, qëllimi apo progresi? Sepse që të treja këto e mbajnë atë peshën e çdo vendimi që ne marrim në jetën tonë. Këtë temë doja sot të diskutoja me ju. Paqja në radhë të parë. Paqja është vendi ku mendja jon qetësohet, është vendi ku zemra jon dëgjon atë veten e saj, sepse vjen një moment në jetë kur ne ndalojmë së vrapuari dhe fillojmë ta pyesim veten: kush jam? Çfarë dua? Ku jam në këtë fazë të jetës time? Sepse kur ne jemi në paqe, nuk do të thotë se ne kemi mbaruar me sfida dhe nuk do kemi më sfida. Por paqja është ajo aftësia për të vendosur brenda vetes son dhe atëherë kur jeta ka plot zhurmë, kur zgjedhim paqen si prioritet, ne jemi duke i thënë vetes: unë dua qartësi, dua të jem mirë me veten time dhe me të gjithë të tjerët që unë kam për qark, ata që unë dua kaq shumë. Kur ti ke arritur të kesh paqe dhe atëherë ti ke vendosur themelin për gjithçka tjetër që do vi më pas në të ardhmen. I dyti ishte qëllimi. Qëllimi është ai momenti kur ti kupton se pse ti po ecën, pse po punon, pse po përpiqesh. Qëllimi është ai që na mban të lidhur me diçka më të madhe se sa rutina e përditshme që ne kemi. Kur e ke të qartë qëllimin tënd në jetë, edhe vështirësitë marrin kuptim. Vështirësitë fillojnë të mos i konsiderosh më si pengesa, por fillon t'i quash si pjesë të rrugëtimit tënd. Qëllimi është ai zëri yt i brendshëm që të kujton: hey, ti ke potencial brenda teje, ke akoma shumë për të dhënë. Dhe shumë prej nesh janë pikërisht në këtë fazë të jetës, kur kërkojnë kuptim nga jeta dhe jo thjesht një aktivitet. Jo thjesht ditë të mbushura plot dhe të ngarkuara, por ditë që të na japin atë ndjesinë se ne po krijojmë diçka me vlerë dhe atëherë të ndjehemi të plotësuar në jetë dhe të vlefshëm. I treti ishte progresi. Progresi është ajo lëvizja përpara, janë ato hapat që ndonjëherë ne na duken të vegjël, por pas një kohe, ato hapa të vegjël të çojnë shumë më larg se sa ti e kishe imagjinuar. Progresi nuk është perfeksion, që duhet të jesh perfekt, jo. Është përpjekja e përditshme për të qenë pak më mirë se sa ishe dje. Puna me veten tënde, puna me familjen tënde, puna me ëndrat e tua. Progresi është ajo energjia që na shtyn të mos dorëzohemi kurrë. Dhe përsëri ti kujtojmë vetes tonë që potenciali ynë është më i madh se sa dyshimet tona. Pyetjet që lind tani është nëse do arrijmë ne të balancojmë punën me familjen dhe me kohën që na duhet për veten tonë, sepse nuk është e lehtë. Jeta sot është goxha dinamike, është kërkuese dhe plot angazhime. Por
nëse ne nuk kuptojmë se për çfarë kemi më shumë nevojë tani, kemi nevojë për qetësi, kemi nevojë për drejtim, apo për zhvillimin ton, atëherë ne do përfundojmë të jetojmë si robot. Balanca nuk është të japësh në mënyrë të barabartë në secila prej këtyre, por është të japësh aty ku ti je më i nevojshëm sot për sot, duke mos e lënë sigurisht edhe veten tënde pas dore. Krejt gjërat ku unë vetë jam fokusuar dhe po punoj në këtë periudhë të jetës time janë qartësia, disiplina dhe zhvillimi. Qartësia më duhet sepse duhet të kuptoj se çfarë dua dhe çfarë nuk dua unë në jetën time, në këtë fazë të jetës time. Disiplina duhet që të marr hapa të qëndrueshëm, edhe pse të vegjël, për të ecur drejt qëllimeve të mia. Kurse zhvillimi im personal duhet të punoj dhe të investoj për veten time, për rritjen time si njeri, sepse jeta nuk ndryshon nga fjalët, ndryshon nga vetëdija dhe nga veprimet që ne bëjmë çdo ditë. Pra, që ne të zgjedhim sot paqen, qëllimin apo progresin, që të treja këto do ndikojnë në mënyrën se si do jetë dita jon nesër. Prandaj, duhet të mendohemi mirë. Çfarë ka më shumë rëndësi për ne në këto momente të jetës? Dhe si mund ta fillojmë këtë? Që t'i ofrojmë vetes pikërisht atë që na mungon më shumë. Pra, guxoni të investoni për veten tuaj, për rritjen tuaj, edhe pse me hapa të vegjël. Unë do jem këtu për t'ju ndihmuar. Klikoni në linkun tim, ose komentoni info, dhe unë shumë shpejt do t'ju përgjigjem. Ju uroj sot një ditë të mbarë, dhe miropafshim nesër në live-in tjetër. Bye bye.